Unë nuk kam as 300, as 30 dhe as 3 apartamente. Nuk kam as 1, as 2 jate. Nuk kam as limuzina, as helikopter dhe as avion. Por, të gjitha këto, janë pjesë e një gjyqi publik, i cili fatkeqësisht bëhet me lehtësinë më të madhe në këtë vend, por për të thënë të drejtën, unë jam rritur me gjyqet publike. Dhe ndoshta, kur rrizi ma mban, më mirë se kujdo tjetër gjyqin publik, pasi jam trajnuar dhe kalitur që e vogël. Unë ditë bëj punën time, sigurisht se cili ka mënyrën e ti, jam munduar të bëj më të mirë, ndoshta mund ta bëja më mirë dhe këtë nuk e vë ndyshim fare. Por, as nuk e kam penguar drejtësinë dhe as nuk do ta pengoj kur drejtësinë tek e cila unë besoj dhe të cilën e kam mbështetur si pjesë integrale e një Shqipërie europiane. Më vjen keq që situata ime personale ka krijuar vonesa në proceset jetësore që Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë duhet performoj. Më vjen keq që kam ngarkuar qeverinë shqiptare në këto muaj me një peshë që nuk e meriton, për shkak të gjithë rezultateve që kjo qeveri ka sjellë në këto 12 vite. Më vjen keq që është ndikuar qetësia juaj personale, e familjarëve tuaj, dhe padyshim, më vjen keq për ditët dhe muajt e humbur në procese të rëndësishme që duhen çuar menjëherë përpara.